E pra ja ku takohemi. Tani Egli ka reaguar për herë të parë dhe të gjitha të gjëra që unë i kam thënë, Egli ka vënë vulën në reagimin e saj. Reagimi është ky. Do ta dëgjoni në detaje, ka reaguar tek channeli i saj të grupi. Nuk e di nëse regjia ka marrë reagimin dhe mund ta vej në dispozicion, nga që është një lajm që ne duhet ta nxjerrim menjëherë. Por domethënë unë do filloj ta lexoj reagimin dhe do ta komentoj në detaje. Egli shkruan kështu në grupin Eglis Family Group. Po duhet t'ju jap një shpjegim për shkak të gjithë suportit dhe dashurisë tuaj ndaj meje, edhe pse s'jam autore e këtyre 2 këngëve dhe s'kam të drejta mbi to. Do me thënë, Egli ja ka dhënë të gjithë të drejtën autoriale të këngës Fifit. Do me thënë, dhe i gjithë muhabeti është të sqaruar sot. Shkrimin e keni, po e shikoni në këndin tim. Unë jam eftuar në këngën njësoj si DJ Gimi. Është një bashkëpunim ku të drejtat e projektit i takojnë autorit i cili e posedon në kanal, në rastin konkret Fifi. Do me thënë, në fillim u tha që 2 këngë do t'jenë të ndara. Pastaj, Fifi, si autore e këngës, si tekst shkruese, e ka marrë këngën komplet të plot në kanalin e saj zyrtar në YouTube. Ndërsa Egli tashi e thot atë që unë e thash që parë, do me thënë, Egli është eftuar në këtë këngën, kështu ka mbet muhabeti, sepse Fifi ja ka dhënë atë që Egli ka kërku dhe mbetet eftume. Kënga është hequr për vetëm 2 ditë nga platforma YouTube, në vendim të autores për shkaqe të saj, ndaj dhe nuk e kam bërë asnjë ndërhyrje apo reagim, pasi nuk janë materiale të mijat dhe nuk kam përgjegjësi mbi to. Sa për dëmtimin e të 2 artistëve të ftuar në këngë, në rastin konkret unë dhe Gimi, jemi njerëz dhe më pas artist, kështu që zgjedh të jem mirë kuptuese. Do me thënë, Egli e tregon që është të dëmtuar nga situata që ka ndodhur si artiste, por thot që e mirë kuptoj situatën. Do me thënë, nuk dëshirojnë më të bëjnë muhabete. Muzika mbetet e bukur. Ju e keni pëlqyer, ndaj dhe bie dakord, në aq vendim sa më takon si eftuar, thot. Që këngët të jenë sërish aktive dhe ju të mund t'i dëgjoni e t'i këndoni. Do me thënë, Egli ka marrë atë që ka kërku dhe tani kënga është aktive, por në kanalin e Fifit dhe në platformën e Fifit. Do me thënë, komplet projekti i takon Fifit. Sa për aspektin menaxherial, kjo është shumë e rëndësishme. Kam vendosur me shumë respekt reciprok me Fifin. Do me thënë, ka vendosur në bashkëbisedë me Fifin të shoh një spektër më të gjerë, do me thënë të largohet në menaxhim tjetër, jo të vazhdoj të qëndroj me Fifi në menaxhim, por të shkon në tjetër menaxhim, thot një spektër më të gjerë menaxherial, këtë që unë e kam komentuar me ditë të tëra. Që thot, në mënyrë që asnjëra palë të mos ndikoj tek tjetra, që do me thënë të mos prishin këto raportin shoqëror, i ka ndarë rrugët në aspektin menaxherial, që në kupton, Egli nuk do të menaxhohet më nga kompania që është menaxhuar. Tashi, për sa kohë të dyja i përkasim të njëjtës fushë të këndimit, do me thënë të mbesin kolege, në këtë mënyrë shmangim edhe aludime apo keqkuptime të cilit do lloji. Do me thënë që mos kenë probleme, ju dua shumë, dhe gjatë këtij muaji do shihemi ashtu siç ju keni pritur, gjithmonë të më shihni me plot surpriza të bukura dhe shumë muzikë. Faleminderit gjithnjë për dashninë që më jepni dhe ju dua shumë. Do me thënë, Egli ja ka lënë këngën Fifit komplet dhe i ka ndarë rrugët me Fifin në këtë pikë të karrierës së saj. Tani, se ku do të shkojë Egli, këtë gjë do ta mësojmë në vazhdim.